Në Gjirokastër, Drejtoria Vendore e Policisë në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Gjirokastër Libohov organizuan aktivitet sensibilizues me nxënësit e shkollës industriale Thoma Papapano me moton Stop dhunës ndaj grave dhe vajzave, sidomos dhunës digjitale. Specialistja kundër dhunës në familje Diana Haxhiaj thekson rëndësinë e ndërgjegjësimit të rinjve për rreziqet që sjell dhuna digjitale, një formë dhune që po merr përmasa gjithnjë më të mëdha edhe në vendin tonë. Ndryshim nga vitet e tjera, motua këtë vit është Stop dhunës ndaj grave dhe vajzave, veçanërisht dhunës digjitale. Një fenomen që ka marrë për masa të gjëra globale, një fenomen i cilësuar shumë i rrezikshëm dhe nga ekspertët e kësaj fushë. Dhuna digjitale është një reflektim i dhunës reale. Në fakt, është e rrezikshme sepse përfshin një audiencë shumë të gjerë, është një dhunë afatgjatë, është një dhunë psikologjike e vështirë afatgjatë, siç e tham dhe pak më parë, që shpeshherë ka rezultuar edhe në akte fatale të viktimave të kësaj dhune. Sipas Haxhiaj, edhe në qarkun e Gjirokastrës ky fenomen është i pranishëm dhe rreth 30% të anketuarve kanë përjetuar një formë të dhunës digjitale. Rreth 30% e këtyre viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare kanë përjetuar një dhunë digjitale ose një lloj shantazhi, keq përdorimi të rrjeteve sociale nga autor të kësaj vepre penale, ose ndërhyrje në jetën private për ndjekja e fenomene të tilla. Në përgjithësi kjo shprehje e dhunës, siç është dhuna digjitale, që bëhet nëpërmjet internetit, platformave digjitale, rrjeteve sociale, nuk është sankcionuar saktësisht në të gjitha kodet e drejtësisë penale. Ndaj ekspertët e kësaj fushë realisht janë duke punuar për një draft për të futur dhe këtë lloj fenomeni që përdoret me anë të këtyre rrjeteve sociale ose platformave, sepse dim që teknologjia ka ecur shumë para, inteligjenca artificiale ka bërë që ky fenomen të sofistikohet dhe duke mos qenë një fenomen i drejt për drejt, real por virtual, ka bërë të pamundur dhe zbulimin e autorëve dhe kjo ka vështirësuar punën. Haxhiaj shton se në rajonin New Gorge do vit zhvillohen fushata sensibilizuese të organizuara nga bashkia, shkollat dhe institucionet e ndryshme. Ato nisin me datë 29 nëntor në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave dhe përmbyllet me 10 dhjetor në ditën ndërkombëtare të drejtave të njerëzit.